fjalët e njerëzve janë sikur një litar. Ta ngjisin për fyti edhe ti jeton çu të thojnë njerëzit. Mos i vëno litar vetes tane. Çka thojnë njerëzit? Faleminderit. Thot mirë, faleminderit. Thot keq, analizoje. Nëse ta do hajrin, përmisoju. Sta do hajrin, faleminderit, kalo mirë. Mos i lidh litar vetes tane edhe me ngulfat zemrën tane, shpirtin tan, trupin tan, jetën tane, familjen tane, pse nuk mendon dikush mirë për mi. Allahu shpërblet, selam aleikum. Kush ato na e mush neve zemrën? A fjalët e njerëzve? A fjalët e Allahut? Pash Allahin jepja përgjigjen vetes tonë. Sot çetu. Kush ato ta mush zemrën? Fjala e Allahut, çka thot Allahu në Kur'an? Apo fjalët e njerëzve që i nish ka thonë për ty ose familjarët e tu? A dini çka zemra? A keni vetë në vetën çka zemra? A disa zemra jote çekaç? Sa ki dora çka zemra? Çeket Allah azza wa jall thot: Inna Allaha la yanzur ila surikum. Allahu azza wa jall s'kshir sa i hesh. Allahu azza wa jall as nuk i kshir trupat e juve. Allah azza wa jall e kshir zemrën e juve. Çket zemër kur ta mush me fjalët e njerëzve, pasha Allahu ki me jetu për njerëzit. Ki mu bo njeri ma falc që ekziston. Ki mu knaqe veç për njerëzit. Edhe ki me dash me jetu veç të lavdoj njerëzit. Gabim. Me jetu veç me fjalët e njerëzve, nëse ketë ju më thoni mu që jam mirë, edhe une nëse knaq na qëto, kjo i bje që unë jam të jetu për juve. Gabim. Njeri lip me mush zemrën e vetë, veç me atë që ka thot Allahu. Kur ta mush zemrën, a dojnë njerëzit, a s'dojnë heq qis tani. Ama kur da Allahu, s'ka qare pa dasht edhe njerëzit. Tash kime pati armiq, ato që se dojnë Allahun s'dojnë as ty. Ama që ato që e dojnë Allahun kanë me dasht edhe ty. Qëtu, prej muslimanve, dështojnë një shëmit dërmuse shqiptarve, të muslimanve, të arabve, turqve, gjermanve, suedezve, çdo njeri dështon kër e ki zemrën pyetje. Se njeri ekziston edhe jeton vazhdimsi për me mush zemrën e vetë. Allahu azza wa jall garanton se nëse nuk e mush zemrën tane me fjalën e Allahut edhe fjalën e pejgamberit, ki me mush zemrën e njerëzve, shka tha Hasani e shka tha Huseni, definitivisht. Do thonë, ne li me pastru zemrën tonë, li me hekpja ative kthetrave që na e kanë zaptu. A dini ç'është një sen? Fjalët e njerëzve janë sikur një litar. Ta ngjisin për fyti edhe ti jeton çu të thojnë njerëzit. Mos i vëno litar vetes tane. Çka thojnë njerëzit? Faleminderit. Thot mirë, faleminderit. Thot keq, analizoje. Nëse ta do hajrin, përmisoju. Sta do hajrin, faleminderit, kalo mirë. Mos i lidh litar vetes tane edhe me ngulfat zemrën tane, shpirtin tan, trupin tan, jetën tane, familjen tane, pse nuk mendon dikush mirë për mi. Allahu shpërblet, selam aleikum. Ki e gajlën tane, edhe mbushë zemrën tane, Allahu azza wa jall është i kënaqur me ty